Avokati Andrea Zotaj, pjesë e dhomës së avokatisë Gjirokastri, ka shpëtuar një atentat i mbrëmjen e dieshme në Memaliaj. Ngjarja ka ndodhur në rrugën e vjetër të fshatit Qesarat, teksa avokat Zotaj, i shoqëruar nga nipi i tij, ishin duke shkuar në zonë me automjetin e tyre. 36 vjeçari Fatos Lamaj nga fshati Anë Vjos u kishte zënë prit. Sipas avokatit Zotaj, Lamaj ka tentuar ta ekzekutojë, por fati ka qenë me avokatin, i cili përmes një manovrimi të rrezikshëm të automjetit që drejtonte, arriti t'i shmangej goditjeve të plumbave të shkrehura nga ana e agresorit Lamaj. Zotaj është shprehur se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës, pasi 2 net më parë agresori ishte kapur nga policia dhe ishte mbajtur një ditë në paraburgim duke e liruar më pas për shkak të një konflikti me një të afërmin e tij. Avokati ka treguar si ka arritur që t'i shpëtoj plumbave. Kur e pash Fatos Lamajn me armë, ndeza dritat e gjata për ta verbuar, më pas u largova në kthes dhe bëra denoncimin në polici, mësohet të ketë thënë avokati. Pasi kishte dalë nga paraburgimi, Lamaj rrëmbeu automatikun duke i zënë prit avokatit. Pasi ka shpëtuar ekzekutimit, avokati Zotaj ka denoncuar në polici ngjarjen. Më pas, grupi hetimor ka shkuar në vend ngjarje ku ka gjetur gzhoja të shkrehura nga Kallashnikovi dhe ka bërë të mundur arrestimin e autorit Fatos Lamaj.